Shtatzania. Javë pas jave. Si rritet një bebe javë pas jave? Gjatë javëve të shtatzanisë, trupi juaj ndryshon çdo ditë, ndërsa brenda jush rritet një mrekulli e vogël. Le t'i hedhim një vështrim bashk javë pas jave, zhvillimit të bebit tuaj dhe transformimeve që përjetoni. Java parë deri në të katërt. Fillimi i rrugëtimit. Në javët e para, shumë ndryshime ndodhin në heshtje. Veza e fekonduar vendoset në mitër dhe fillon formimi i strukturave bazë që do të zhvillojnë bebin tuaj. Edhe pse ju mund të mos ndjeni ende ndonjë ndryshim, brenda trupit tuaj është ndezur jeta. Java 5 deri në 8. Zemra e parë që rre. Në javën e 5 mund të dëgjohet për herë të parë rraja e zemrës së vogël të bebit. Organet e para, si truri dhe pasa kurrizore, fillojnë të formohen. Ndërkohë, ju mund të ndjeni shenjat të para të shtatzanisë si lodhje ose ndryshime të lehta të humorit. Java 9 deri në 12. Njoja e voglushit. Gishtë të rinj fillojnë të formohen. Syri zhvillon pigmentin dhe bebi tashmë ka refleksin e parë të lëvizjes. Fund të tremujorit të parë, rreziku për komplikacione bie ndjeshëm dhe shumë prindër zgjedhin këtë moment për të ndarë lajmin e bukur. Java 13 dhe 20. Gjatë kësaj faze, bebi juaj rritet shpejt dhe fillon të lëvizë. Mund të ndjeni për herë të parë një ndjesi të lehtë, si një flusk apo një fluturim të vogël, që është pikërisht përshëndetja e parë nga voglushi juaj. Java 21 dhe 28. Zhvillimi i ndjenjave. Tani, bebi juaj mund të dëgjojë zërin tuaj dhe të ndjejë dritën. Pesha rritet dhe sistemi nervor përmirësohet çdo ditë. Ndërkohë, ju mund të ndjeni kontraktimet e para, një stërvitje e trupit për ditët e madhe. Java 29-36. Përgatitja për takim. Barku që rritet dhe bushi juaj fillon të pozicionohet për lindje. Mushkrit, truri dhe organet e tjera kryesore po përfundojnë zhvillimin. Këto javë kur përgatitet të parën e bebit marrin ritëm. Java 37-40. Çast i madh. Bebi tani konsiderohet në afat të plot. Çdo ditë është një hap më afër takimit tuaj të parë. Emocioni, pritja dhe dashuria që keni ndjerë gjatë këtyre javëve do të shpërbleheni kur të mbani për herë të parë mrekullin tuaj në krah. Shtatzania është një udhëtim magjik, i mbushur me ndryshime, sfida dhe gëzime të mëdha. Çdo javë është një hap më afër mrekullisë së jetës. Urime për këtë aventurë të paharrueshme. Mos harroni të na ndiqni videot e tjera në kanalin tonë.